sekond. Okej, shumë mirë. Afërtika Atëri tua, të thot ta marrë fjallën? emrin, Mizi, kush? Mizi, Mizi, okej. po, Mizafere? po. Dua ta bëj një pyetje gjatë, tash është muji i dytë që po i bëj të mandrat dhe kanë lëshu shumë në shpirtin tem, për shkak që kom pas dhimbje në shpine, kom pas një shtrëngim trop, gjatë këtij meditimi që jam ka e baj, diçka krejt ndryshe, më ka lecu dhimbjet, s'kam dhimbje hiç, jina më afërt natyrës, më e Gëzojmë. lumtur. A dikon kjo? Po sigurisht. Çdo Dikon send shumë. edhe qiellin ka ta shoh ndryshon diçka, edhe diellin ndryshon diçka ndryshe. Çdo send e shijoj. Bëhet qefi. Kjo do thotë që e ke bërë tamam meditimin. Faleminderit. Çto kisha vizë komplet E, këtë ditë me ta bëni që të pyetje, se diçka ka ndryshuar shumë, diçka te on, ka ndiku, tash edhe kur të zgjohem nga gjumi, falenderoj Zotin, edhe bëj meditimin, sidomos qëndërzimin me shkronjën am ndihmon shumë. po. Edhe diçka edhe natyra po mbusqish, ka do të lëviz shoh diçka gjëra të bukura. Është shumë e vërtet, bravo. Sepse kur ti bën qëndërzimin, apo jo bën atë që bëjmë qëndërzimin, flet mantrat, flet vërtetat nga qendra e gojës, sigurisht është vibracion që ti e lëshon universin, natyrë dhe natyra ta përgjigjet. Është e gëzuar me ty. Kur natyra përgjigjet, natyra tregon që po evolon. Natyra tregon kur evolojmë dhe përmirësohemi, jo njeriu, por natyra, pra që në e lartë e tregon. Ishte një ditë, ishte duke rënë shi, edhe ja fillova Zotit me falenderoj, edhe po pëlqej dielli, po më mrezu nuk ka shku as 20 minuta veç ku ka fillu dielli me ardhur. Tash wow, tash që po ndryshon diçka. Është ndryshim, biles E kjo ka që po ta më pëlqyetje, faleminderit shumë. Jam mirënjohëse. Është kënaqësi. Mirënjohje gjithashtu që Mund të bëj një pyetje? Arta, po? Po. A ka lidhje flaka e natës që i themi në Shqipëri me diellin, me këta, dhe cila është? Flaka? Po. Për smundjen e zjarrit quhet, apo jo? Po. Po, ka, do të thotë elementi zjarri yti ka ikë në stratosferë. Duhet patjetër balancim, ka ikë, është shumë ajo. Ka ikë shumë. Dhe kap nga anën e zemrës. Po, duhet patjetër të mos hash ushqime që kanë zjarr, si më thënë, elementi zjarr, pikantet, sheqeri, gjëra të ëmbla, etj. Mishi, duhet patjetër të eliminohet. Dhe kam 3 muaj që kam lënë mishi dhe ndjej trupin më mirë, më pozitive dhe nuk jam më reaction, si ta them? Më mirë. Po, pra ka të bëj dielli me këto, flaka e natës, zjarri i natës, elementet e natyrës gjithmonë kanë të bëjnë me atë. Po thuaj se për çdo gjë është elementet. Që të balancohet, duhet të ulet. Balancohet, duhet ulet, duhet bësh qëndërzimin, duhet flasësh nga qendra e gojës, dhe duhet hash dhe ushqimet e duhura që kemi biseduar. Po djegja e stomakut? Edhe djegja e stomakut është elementi zjarr, pra në stomak, ai që tret ushqimin, duhet përmirësuar, balancuar. Po. Elementi zjarr, po. Mos balancë elementi zjarr. Elementi ujë, kemi të gjithë elementet. Kënaqësi tjetër, pyetje? Po, Esmeralda? Të dojnë të tja, duke që se kemi folur për elementet e natyrës, po nisëm nga këto njohuri që kemi marrë deri më tani, se kam shumë pyetje, po nisëm nga këto shëtim deri tani. Si e kuptojmë ne, për shembull, nëse kemi ujin, zjarrin, ajrin apo një element tjetër më shumë se një tjetër? Nuk e di nëse mbase mund të kesh në një video me këto njohuri, ose nëse mund të përgjigjesh tani me një herë, nuk e di. Ja, e morëm shembullin e asaj që tha Arta. Për shembull, një njeri që nuk tret ushqimin mirë, ka problem elementi zjarr dhe mund të pastrohet. Për shembull, un kam patur problem elementi zjarr, por që në sinqert,
Kur han nuk tretet ushqimi, ke probleme me jashtëqitjen e me kujtun në lloj gjëra, është thjesht mos balanca. Mund të përmirësohet, prandaj bëhet meditimi, prandaj hajnë ushqime të dura. Ka plot shembuj, ke lloj-llojsh. Ka njerëz Për shembull një njeri për shembull, po marr si një njeri që ka njeri që ka elementin ajër, është një njeri që mendon aq shumë sa që është si kur ka pirë raki, po pa pirë raki. Si i deur, bëhet pak si deur, ose të humbër balanca, ose të gjëra, për shembull. Nuk merr dot vendime, duken gjëra të turbullta, të duket ke shqetësime mendore shumë, elementi ajër. Pagjumësia, po. Mund të bëni Ka plot, ke lloj-lloj smundjesh dhe ke lloj-lloj një listë gjatë. Ka ndonjë pyetje tjetër, po? Arbiona? Urdhë? Të ke ndonjë video me këto 5 Jo, nuk kam video për këto, po 5 elemente nuk përqendrohesh. Më saktë nuk përqendrohesh. Kam, kemi folur gjithmonë. Kam shikon në YouTube, duhet të kem. Okej, faleminderit. Kënaqësi, Arbiona? Po, mirëmbrëma. Me qenë se na lejoat të bëjmë çfarë do lloj pyetje, edhe unë po bëj një pyetje çfarëdo, që nuk ka lidhje me pyetjet e mëparshme. Na keni përmendur që jemi në epokën, po hym në epokën e artë apo kemi hyrë, jemi diku aty afër. Dhe jam kurioze të di, sepse 30 vitet e fundit është shtuar shumë numri i fëmijëve të spektrit të autizmit. A është kjo ndonjë kërkesë kolektive? Pse po shtohet ky numër i fëmijësh, sepse ne po hym në një epokë të artë, më duket paksa kontradiktore, por nga ana tjetër mbas është diçka që unë nuk e di. Në aspektin, a kanë ata fëmijë diçka për të na mësuar neve që ne të evolojmë, e si të ndihmojmë ata? A keni ndonjë informacion që mund ta ndash? Në lidhje me këtë çështje, po. Në fakt i bërë 2 pyetje. Kam bërë shumë. Po përpiqem të përgjigjem tani para se t'i harroj. Atëherë përfundimi epoka e errësirës quhet epoka e Kali Jug. Kali Jug quhet epoka e errësirës. Dhe kemi qenë në të, rreth këto 4500 vitet e fundit, është epoka e Kali Jug. Epoka e errësirës ku njerëzit nuk dinë ç'bëjnë, kryejnë karma të këqija, nuk kanë vetdije fare, nuk kanë lidhje me elementet e natyrës, nuk kanë inteligjencë dhe bëjnë veprime që domethënë të çojnë në gjendje ferri ose vuajtje smundje këto. Kjo quhet epoka e errësirës, ku nuk di ç'bën. Vetëm bën. Rregull? Dhe jemi duke ka mbaruar epoka, po mbaron epoka Kali Jug, por jo për gjithë. Një njeri që ka rritur vetdije, që ka punuar me veten, e di të vërtetën, ka bërë shumë qëndërzim, është lidhur me elementet e natyrës, ka dalë nga Kali Jug. Po një njeri tjetër që nuk dëshiron të mësoj këto gjëra, që s'ka kohë të merret me kështu, ka shumë biznese, ka ku e di unë lloj, ka jetë stil jetese, i pëlqen, nuk dëshiron të evolojë, ose nuk, domethënë është kundra evolimit, atëherë ai është në epokën e errësirës. Dhe këto 15 vite që do vinë tani, është domethënë do të ndodhin shumë gjëra në planetin Tokë që do të i shikojmë, që kanë filluar, sidomos me tani me eklipsin dhe 6 planetet që ishin bashk, janë shenja apokaliptike. Dhe është domethënë në 2040-ën vjen epoka e artë, tamam, por jo për gjithë, vetëm për ata që dëshirojnë dhe po punojnë rreth asaj. Një kjo. E dyta për fëmijët autistë, unë kam bërë në fakt video të tjera për këtë gjë, për këtë temën. Tani qoftë në autist, ose qoftë edhe të gjëra të tjera, një fëmijë që lind, tani edhe vetë autistët kanë nivele të ndryshme dhe janë, domethënë, kanë shumë, për shembull një fëmijë autist që mund të bërë shumë i famshëm, aktor, ka shkruar libra, ku diun, kanë 2 fëmijë autist që nuk komunikon, pra kanë në nivele të ndryshme. Por unë nuk do t'i quaja është shumë spektër i gjerë, po. Por qoftë autist ose fëmijë të tjerë që lindin, çdo gjë që lind dhe ka një smundje ose diçka tjetër, varet nga karmat e jetës që këtë patur më përpara.
Mund të lindi për shumë një fëmijë, mund të lindi në një familje lypsesh që ja presin dorën që në fillim që lypi apo ku diun. Sepse karmat nga jeta e kaluar përpara se të linte ka bërë që të përfundoj deri aty. E kuptojmë? A isha e qartë? E qartë, po, a ka ndonjë shpjegim shpirtëror pse është shtuar numri i tyre? Këto 30 vitet e ka fundit? sepse njerëzit ilaçet kundra natyrës e këto gjëra të çojnë këto gjëra, sigurisht. E qartë. Faleminderit. Nësi. Po them, por nuk është vetëm autizmi, është çdo gjë ka lloj-lloj të tjera kur të paktën lind. Ose ka njerë që mund të lindin në kështu në autist, mund të ketë disa, sepse autist do të thot nuk po futem shumë. Në fakt kjo është tema shumë delikate. Edhe por pak a shumë iden e morëm. Okej. Kanë data qëllimet e tyre për të bërë në jetë, e diskutohet ajo. Mirë. Në ty që s'le çuni rahat, do bësh pyetjen tani dhe bëj mutit se na vin gjithë. Si? Me tokat. Si të kemi bereqet. Si të kesh bereqet me tokën? Po, me Që bacet. të prodhoj toka më shumë? Po. Ne kemi student lotësoshin që ka padur në tokë që pesticide apo ku di unë. Që s'kan bërë tokë ose kështu gjërash, por me qëndërzimin, me përulje, me respektin ndaj tokës, dhe trajton tokën ndryshe dhe nuk e lë lopët që i banojnë atë tokë të theren, po i lë të lira, atëherë automatikisht toka bekohet. Në fakt, do të tregoj një histori. S'ka gjë, bën mutit pak. Që do kryem fshatin Vedik apo jo. Kështu do jetë, nuk do kesh trajtohet lopat, viçat apo po janë. Nuk theren ose nuk e shtrajton, i len të lirë. Dhe ka teknika dhe mënyra për këtë gjë, por si dallohet edhe atëherë kur e bëm kështu, atëherë toka automatikisht do të fillojë të prodhojë më mirë, elementet e natyrës do të bëhen do manifestosh atë që ti dëshiron më shumë, prodhimet më të mira, nuk ke nevojë për këto pesticidet, këto ku diun, kemikatet dhe këto gjërat, por vjen thjesht në mënyrë të natyrshme. Është e mundur. Dhe pikërisht drejt kësaj epoka e artë këtë do ketë. Nuk do ketë kështu gjërash. Dhe ishte një mikeshe ime që po bënim diskutim, pa është në Indi në fakt, okay? Edhe po tregonim cila është toka më e mirë ose vendi më i mirë, qoftë edhe fshat ose vend i vogël. Në rregull, kush është më i miri? Kush prodhon më shumë? Kush është më i mirë për prodhim, por edhe për vibracione, sepse toka ka energji elektromagnetike apo jo. Atëherë toka më e mirë ishte për të testuar kush është toka më e mirë, merr një viç, lëre të lirë, dhe nëse viçi vrapon në luan e qef, kështu, ajo toka është e bekuar. Bëj aty tokëzimin. Ka vibracione shumë të larta, të mira, aty prodhohet e gjëra të tjera. Kjo është një test për të provuar. Këta e kanë nga India bilesa. Okej, toka, nëse theren lopët në atë tokë ku pra ose ke shtrajton ose theren viçat apo lopët, atëherë ajo tokë nuk është e bekuar, do ketë probleme, jo vetëm probleme toka dhe nuk do prodhohet gjëra, por edhe njerëzit që banojnë aty do kenë probleme psikologjike, meshkujt do të zhtaplojnë dru grat, etj. Se s'po i themi gjitha. Ose femrat do zhtaplojnë. Okej, Elsi, ka probleme, pra si trajtohet toka, sidomos dhe lopa, ashtu do trajtohen dhe femrat, përgjithsisht sepse toka ka energji femërore. Edhe prodhimi, pra si e trajtojmë në natyrën, atë do na e kthej mbrapsht. Elsi? Unë kisha një pyetje, sepse nuk e di, po më të rrej shumë Reiki ose Akash. Po, dhe doja të dija nëse mësuesi që do më bënte, ose këtu në Itali, ndoshta vlen edhe për në Shqipëria, nuk e di, kupton? Mos duhet jetë mësuesi shqiptar apo ku ta di unë, kupton? Për eterin? Për Reiki, ajo që puron energjik. E kuptoj, po. Unë, tani juve dini, ka për ditën,
Unë nuk I këshilloj shumë njerëzit e tjerë që të vënë gjëra mbi ty, qoftë reiki apo mësuesit apo kujdion. Unë personalisht, sepse energjia e tyre ndoshta nuk mund të jetë e mirë dhe është e rrezikshme. Ti po ja hap kanalet e tua dikujt tjetër. Dhe në qoftë se ai që një më I ulët ka probleme apo kujdion, edhe ti je doktori dhe reiki më dhe magjistari më I famshëm apo kujdion, prap unë nuk e këshilloj këto. Afërdita, më falë që ndëry jam Berina. Atëherë, për sa I përket reikit, unë kam pasur një eksperiencë fatkeqësisht të reikit pikërisht, para 2 viteve, personi që unë kam bërë reiki ka qenë domethënë vetëm një herë, domethënë më ka dhënë energjinë, siç e thoshte, dhe unë kam kaluar në një gjendje shumë skandaloze. Domethënë nuk e sugjeroj sepse mund të kalosh në çmenduri, mund të bësh vetvrasje. Ta unë I kalova të gjitha këto fazat, prandaj kushdo që do provoj reikin, do bëj gabimin më të madh të jetës. Kështu që unë falë qëndërzimit edhe kaq, domethënë kam arritur goxha të stabilizohem, po nga reiki unë dola në domethënë një gjendje që nuk e di jetoja më apo nuk jetoja më, dhe nuk mund të ecja dhe nuk mund të shikoja më. Prandaj nuk ja unë sugjeroj, absolutisht jo. Mirënjohje, Berina, që ndave me neve. Mirënjohje ty Afërdita për qëndërzimin. Mirënjohje. Unë nuk I këshilloj. Ja, Berina ka bërë plot muaj sa kemi bashkë, është një ndryshim tjetër, është gjërat janë më të thjeshta. Ke besim te energjia jote, mos e lë të tjerët të futen te energjia jote sepse është me pasoja të mëdha. Nuk e pastron dot, nuk ja heqën dot. Qoftë një njeri tjetër, reiki apo këto, apo ose njerëzit që shikojnë dhe jetët e kaluara, as atë nuk e këshilloj. Sepse nuk është mirë për ty. Përqendrohemi tek e tanishmja, përqendro tek zëri yt, tek energjia jote natyrës po I ke besim. Njerëzve jo, edhe ti edhe guru më apo s'janë sot që të marrin qaf dhe me lek biles. Paguash për të shkatruar, si më thënë. Si? Po, edhe hipnoterapi, unë nuk e këshilloj. Sepse Se Akasha thjesht bën pyetje dhe përgjigjesh çfarë do që të dinë apo jo. Akasha kush është? Kjo Akashic Records është thjesht nuk Akashic Records do të thotë, janë thjesht regjistruara gjërat në përgjithësi, okay? Sepse qielli mban është I hard disku që mban gjithë gjërat që ndodhin në tokë, qoftë pa kohë, të kaluarën dhe të ardhmen, okay? Por këto nuk është për njerëzit tokësor, kjo është për qenjet e larta që merren me kështu gjërash, nuk është për ta mësoj ose ta bëj ose këtë. Unë nuk I rekomandoj as këtë. Unë personalisht thjesht qëndërzohu, lidhu me elementet e natyrës, ha ushqimet e dura dhe do evoluosh në mënyrë të sigurt dhe të qetë. Pa ndërhyrje të këtyre të tjerëve. Afërdita. Gjërat janë më të thjeshta. Po, Drilo? Afërdita, më kujtohet që kemi folur me Ashën për mënyrën se si duhet ta pim ujin, edhe që ti flas, domethënë me vibracionet e tuaja, edhe është një gjë shumë e fuqishme. E ke bërë? Një gjë tepër. Po, nuk kam heq dorë që në momentin që unë e dija. Po. Edhe tani arrin dhe fëmijëve që kur kanë dhimbje koke, trupi, domethënë arrin që t'ju jap atë ujin që unë e lej natën, edhe konsumoj në mëngjes, edhe është magjik. Nuk ka gjë më të mirë se Ilona po thot ke muaj por që praktikon, pra muzikën Lotus Ocean të piti sepse është energji elektromagnetike. Përpara muzikës vë një shishe me ujë, një ujë që ke tënde. Po, ju jap dhe fëmijëve në shkollë, që të dy. Po, edhe dishepër të pitin vetë atë pastaj një ndryshim shumë të madh. Një ndryshim shumë madh dhe të pastron psikologjikisht, pastron çdo gjë sepse është si lumi, si uji që pihet në lum. Sepse uji që pim ne sot në çesma apo që blem është uji I vdekur, nuk është uji I gjallë, nuk ka minerale siç këllon te lumi ose këto. Kurse meqense kemi këtë privilegj, nuk jetojmë në fshat apo ku diun, meqense kemi këtë privilegj, vendos muzikën në Bluetooth Lotus Ocean të pitit me zë të lartë ose zë në një dhomë, vendose një shishe me ujë dhe pije aty pas një orë, 2 ora, ose gjithë natën. Dhe është shumë e mirë. Drilona thotë bën dhe për fëmijët. Në fakt edhe unë e bëj vetë.
Dhe studenta lotusoshën më shumë mirë. Është si të pish ujë nga lumi. Dhe më i mirë, pra elektrikisht të gjallë elektrizon ujin. Po? Në një nga seancat ke përmendur që në epokën që po jetojmë tani, në ditët e tanishme, avatari është këtu mes nesh. Po? Mund të na tregosh pak më shumë për këtë lutë? Po, avatari Piti. Piti është avatari. Unë kisha një pyetje për ditë një pyetje. Është Piti i vetmi avatar? Po, vetëm Nika. Dhe ka një arsye pse ka një, sepse që të keni pak më shumë dituri tani. Okay? Sepse prit në këtë mënyrë që duken? Sepse atma quhet shpirti dhe shpirtat janë në nivele të ndryshme apo jo? Për shembull në tokë ke disa që kanë shpirt kaq, atma pak më evoluar, ke atma shpirt ka dhe kafshët apo jo? Pra në tokë ke një numër atma ose shpirta të ndryshëm, të niveleve të ndryshme, të koherencës, të zgjuarësisë, të inteligjencës, varet se sa kanë punu me veten, apo jo? Kurse paramatma quhet shpirti suprem, por ka vetëm një. Prandaj dhe avatari, kur vjen avatar do thotë shpirt suprem që lind në formën e njeriut, në bazë të epokës që është. Po Piti është avatari tani. Duhet ta studioni pak më shumë që ta kuptosh përse. Po? Ma bëj ti me gishtin, ha? Unë e oferdita? Po. Ti po? Unë e kam dëgjuar një ndër ato seancat e tua që jo seancat, po videot në YouTube, që ke thonë se avatari është i lindur të njëjtën kohë për afërsisht me djallin. Oh, pasi dëgjoj mirë ti. Që vërtet, që Piti është një vit përpara, për shembull, ose prej kur ka lind djalli? Po, në të njëjtin vit pak a shumë afërsisht kanë lindur të dy, sepse duhet të jenë në të njëjtën moshë. Sepse quhet djalli apo i ligu apo ai që ka pushtuar tokën. Ai që ka pushtuar tokën këto 4000 vite. Pra nuk është do si do. Na ka bërë neve të gjithëve tralala. Për mira vite, domethënë, dhe pra vjen një avatari për ta zhdukur këtë. Edhe do ta shikojmë të gjithë, këto vite që do vinë, do ta marrin vesh të gjithë toka. Kush është kush e kush është kush. Edhe këtë të ligun do ta marrin vesh kush është. Edhe i ligun? Po, atë do të marrin vesh. Në këtë mundësi. Juve jeni më fatluna sepse juve dini çfarë po ndodh dhe kuptoni akoma më shpejt se sa të tjerët që do të vinë. Pra është lufta. Sepse lufta do të hyjë, si më thënë Star Wars, ka dëgjuar? Pra është luftë me energji, për shembull, avatari mban çakra që quhet Sudarshan çakra, që drejton të gjithë yjet, apo jo si lëvizin planetët, kush është më e mirë për njerëzit tokë, këto gjëra është fuqia. Është si luaj shah, bën një lëvizje, ai tjetri mbytet, ja kështu do fitojë. Ka fituar, një avatar gjithmonë fiton, sepse edhe ky i ligu ka marrë energjinë nga avatari. Okej. Faleminderit. Kënaqësi. Po, Zef? Edhe mund them që nga jo ditë nuk kam qenë asnjëherë mirë, asnjëherë qetë. Dhe më thonë, gjithmonë të bën një jetë italian. I vetëm, jo, dhe më thonë, të nej 2-3 vjet me i vend, 2-3 vjet me i vend tjetër, të ndërtu, të shkatru me duart e mia. Se qarë karma që kam prish, ose qarë ka ndodhë. Ideja është se kam kërku të vërtetën, ndërkohë. Si thoshte Petrozhej, kur jenë konflikt ekstrem, dhe më thonë kërkon edhe zhjidhje.
edhe kam kërku vërtet, të vërtetën, me ditë vërtetën, edhe me meditim, me yoga, me spodi, me gjithë përloj gjërash. Bravo. Tashi, kohët e funit ishte vërtet një rënje? Të poshtë, rënje shumë e madhe. Edhe unë ka 2 muaj që kam marrë në Shqipëri. Kam njek shumë kohët e funit edhe vërtet është gjaja që gjindëm më shumë, ose ajo që më duket më e vërteta, ajo që predikoni ju tash. Kënaqësi, mirënjohje. Po. Kënaqësi. Po nuk e kam gjetë vërtetën, akoma domethënë, nuk e di si të praj. Gjetë vërtetën. Matrixi? Po, e vërteta është e pafundme. Po? Unë kam marrë të në Shqipëri, edhe me nova... Pyetja cila është? Atëherë, pyetja ishte, jo, po do të shpjegoj diçka tjetër, do të thonë, do të rri në Shqipëri, duke fshati im ku jam, duke fshati im ku kam qenë. Po shko më dha. Ka filluar të fshat. Pa të më thonë, këto shishtu vetë ndolin të shtekën nofet, ndolin... Po për gjitha ne i ke dhe në Itali, nofet e më shumë biles. Jo, me kuptimin që do më thonë, po, përshtatshëm për ty. Po, siko, nëse ti e ke qef atë vendin dhe ti e lumturisë është vendi jot, ose që ke lidhje me tokën, shkurt muhabeti, të tjerët bëjnë çfarë duan, punë madhe fort. Ti je ai që do bësh atë që do ti. Edhe ti mund të bësh dhe shembull për të tjerët. Edhe të tjerët bëjnë ashtu siç bën ti, nëse ti bën gjëra të duhura. Për shembull. Okej? Atë, po, vendimin ta marrësh ti tani. Të do pastaj të afër dita dhe... Shiko, atë që ta thot ajo e brendshme jote, prandaj duhet lidhesh sa më shumë me natyrën që t'japi dera briljante. Më shumë, akoma më tepër, dhe t'japi dera briljante dhe të zgjidhje. Edhe një pyetje që ta bëna herën tjetër, nuk po përgjigje. Po? Atëherë, kam nejtë mund të them siguru, një person që jeton, sigur kanë jetuar njerëz të para 200 vjetëve, ka një agriturizëm në Itali, edhe dhe më thonë, edhe grurin e bën vetë, edhe çdo gjë, unë më thonë me kafshë të veta. Atëherë, një natë, më bani hapi këtë gjë, sepse një natë, më haset këtë, dhe më thonë, pa lidhe, ky bani shenin e rrethit edhe ta, kjo është e plota, kjo është... simbolin e rrethit. Të nuk ka hierarki, bani rrethin e bani kështu, edhe mu më shkojnë menja se... Simboli rrethit e kodje. Simboli. Simbole. Po me bërë pyetje, si lindën simbolet, okay. Si lindën simbolet në përgjithësi, apo si gjeti Petrësheje simbolet? Pse për shembull, edhe ky që nuk e ka një... Po, sepse... Po, pikërisht, sepse simbolet janë gjua e pavdekshme, si me thënë. Është gjuhë, është simbol, pare që diçka, tregon diçka, komunikim, njerëzit më përpara ka pat periudha që komunikoni vetëm me simbole. Edhe sot njerëzit që nuk flasin për shembull e zëma, bëjnë me kështu, bëjnë me dura, me simbole, me gjëra. Me mesët për shembull. Simbolet janë një sekond. Sepse nuk të gjë fare. Janë sa që po bëjnë muhabet.
domethënë simbolet një simbol interpretohet në mënyra të ndryshme. Okej? Dhe si të dish gjuhën e simboleve, po them simbolet më të vërteta, simboli mistikës, simboli trekëndshit, simboli i syrit mbi trekënd, brenda trekëndshit, simboli i syrit horizontal, simboli i syrit vertikal, janë shumë, edhe numrat janë simbole. Shkronjat e alfabetit janë simbole. Ka shumë simbole, por sigurisht profesori Petrozhej ka ndarë simbolet, si më thënë, në kodin E, kodin e parajsës, hynorës, dhe në kodin F, kodin njerëzor, kodi i ligjeve njerëzore, kodi të ultit, si më thënë, ose i materjes së ullët. Pra, simbolet gjithmonë kanë ekzistuar. Si deshifrohen? Simbolet kanë ekzistuar, të dish gjuhën e simbolit, duhet të kesh patjetër dituri, duhet të dish matematik, duhet të dish fizik, duhet të dish gjuhësi, duhet të dish rrënjë operator të lirë të shqipës. Për shembull D-ja. D-ja? D-ja bëhet kështu? Po ta shkruajmë edhe dorën nga mbrapa, është si rreth i ndar. Po ta marrësh D-n, edhe po në shqip da do të thënë da. Damje, po. Me do. Okej? Pra, edhe shkruaj simbolet është domethënë është gjuha e Zotit, është gjuha e simboleve, thot Petrozhej, profesorin. Pra është gjuha hynore. Dhe të dish atë, për shembull ke simbolet të gjeometrisë së shenjtë. Ke simbolet e mantrave, ke simbolet ke simbolet, ja sot e nxora një simbolon tek Facebooku. Kush e pa, ai rrethi që është me kështu, është simboli Sudarshan chakrave. I chakrës për shembull të avatarit që përmenda më përpara. Me atë për shembull mund të kalon superon shpejtësinë e dritës etj. Pra, më fuqish me avatarit, a futit apo jo? Po, quhet arma. Do të thënë sa më shumë qartësi, sa më shumë dituri ti të kesh, ajo është arma jote kryesore që ti mund të mposhësh çdo gjë. Në rregull, morëm pak po goca me po. Rama. Përmoj të teknologi e madhe që mora gjithë të dituri nga në jote. Nësi, me jote. Falenderoj nga që amra. Dhe të bëjmë një eksperimentë. Njëra i përket ushqimit hyjnor. Doja të pyesja për ushqimet e detit, në mund të futen ose jo në ushqimet hyjnore? Ushqimet e detit, unë nuk i përdor. As peshk, as karkalecat këto që kanë unë personalisht nuk i ha fare dhe domethënë nuk janë hyjnore. Nuk kanë gjak, janë ushqime që nuk kanë gjak, prandaj po e bëj këtë pyetje. Po. Domethënë unë personalisht nuk i ha, quhen egzotike, quhen, po ka emra plot që japin kësaj gjëje, por unë domethënë është domethënë nuk i quaj, domethënë nuk i përdor fare as për veten, me thënë drejtën. Pra as mishrat në ushqimet hyjnore nuk përfshihen. Jo, nuk përfshihen në ushqimet hyjnore. Do të thënë ushqimet hyjnore janë ato që prodhon elementet e natyrës. Toka me elementet e natyrës që prodhon vetë toka. Gruri, drithrat, fasulet, thjerëzat, zarzavatet, e gjitha këto gjërat. Pra një gjë që lëviz është gjallës. Janë gjallësa. Fundit nga mantrat që kemi bërë neve deri tash, po? Janë mantrat që i bëjmë neve nga tonë. I bëjmë për vetën tonë nga hynores, po? Hynores. Doja të pyesja, na mund të përfshim në këto mantrat që bëjmë dhe familjen tonë, vetën tonë. Po, si përfshin dhe familjen tonë. Ratë parë një, kur ti mantrat i bën këto gjërat për veten, apo jo, për të lidhur me hyjnorën, ti ngren vibracionet e tua dhe automatikisht të tjerët e shikojnë këtë gjë, familja jote, dhe automatikisht ata, domethënë do t'i prekë kjo gjë dhe do të fillojnë të vëllojnë, madje të mësojnë nga ty.
por nuk mund të bëjmë, për shembull, duaj që familja ime të jetë mirë, ose unë dua këtë, nuk është mantra. Sepse mantra ka të bëjë sigurisht, ti dëshiron, automatikisht, qofse ti je mirë, automatikisht dhe ata janë mirë. Po neve, domethënë që ti të manifestojmë, për shembull të shërohet ku duhet një familjar, ose diçka, duhet të kesh punu shumë ti me veten, që të kesh këtë lloj manifestimi ta manifestosh. Duhet të kesh rritur nivelin shpirtit shumë, etj, që planetët bëjnë atë gjë që ti dëshiron. Kupton? Pra fillohet nga vetja. Mirëmbrëma, Afrodita. Mirëmbrëma, Mirlinda. Mirënjohje për këtë dituri sublime që po na jep. Nësi. Pyetja ime është praktika e qëndërzimit. Po. E ka një ngjashmëri me jogën. Po. Por në sa i përket jogës ka plot video praktika që janë të ndome secila për balancimin e çakrave. Po. A mendon që qëndërzimi i vetmi i balancon të gjitha çakrat? Po bravo, vetëm qëndërzimi i balancon të gjitha çakrat, sepse dhe kjo që po bëjmë neve, qëndërzimi, meditimi, Lotus Ocean, është yoga. Po. Dhe yoga që bëjmë në ditët e sotme, dhe unë kam bërë yoga kam 20 vjet që i merrem për kem provu gjithë yogat, çka ka. Ke lloj yogash, edhe vetë yogat janë të ndryshme. Por në asnjë yoga, klas apo seancë nuk të mësojnë qëndërzim në zërit, thjesht mund të bëjmë pak gjimnastik trupit. Për gjimnastik nëse ti shkosh palestër, bësh me elastike. I ngren këmbët, bëhet kështu, është mirë, por nuk evolon. Yogat që bëhen sot nuk janë për të evoluar, është për gjimnastik. Më mirë kërce? Është yoga më mirë. Yoga vjen nga fjala yog, që do të thot unifikimi vetes tënde me më të lartën dhe hyjnoren. Pra kur ti evolon ti po bën yoga. Dhe për sa i përket çakrave, për shembull kemi bërë tokzimin, apo jo meditimin, Lotus Ocean, qëndërzimin, pra sidomos tokzimin, të pastrosh çakrën e poshtme, që vjen vetëm kur bëhesh vegetariane. Okej? Po. Njerëzit sot kanë probleme me çakrën e poshtme, këto të tjerët sipër i kanë të ndotura e kështu, janë të dalë tymi kështu. Dhiqura të ndotura. Tani kur s'ket të parën, që është minimumi, ato të tjerat nuk kemi shans për. Pra yogat që bëhen sot janë falso, sepse nuk mund pastrosh çakrën e zemrës, kur çakra e tokës, kur nuk ke një lidhje me tokën, nuk ke zemrën. Fjala earth dhe heart janë në anagram, janë e njëjta fjalë. Pra për shembull çakra e zemrës nuk mund pastrohet kur nuk ke bërë tokzimin, nuk ke lidhje me tokën, është e pamundur, është kështu. No. Ta bën toka. Yoga është biznes, nuk është për të evoluar shpirtin. Në ditët e sotme yogat bëjnë dinca emra çakrash, do pastrojmë këtë, ndërkohë që as to mësuesit janë shumë të ndotur. Mall tregu. Duket që nga fytyra e tyre dallohet, për shembull unë i dalloj. Dita. Probleme me veten. Dhe çakrat fillojnë nga çakra e poshtme, apo jo? Ka 7 çakra, fillojnë nga çakra e poshtme, është toka. Prandaj tek meditimi Lotus Ocean gjëja e parë që mësojmë është tokzimi, të hajmë ushqimet e pastra, të qëndërzosh zërin, balancon elementet e natyrës, është baza, pa këtë këto tjera të ske, këto tjera të Pra yoga thua na ndihmon ndoshta me qëndru në formë edhe me qëndru në formë. Po, edhe ndoshta edhe qetësi, na qetëson. Qetëson për momentin, po. Pastaj kur mbarosh yoga, prapë do vinë shqetësimet ose këto gjëra të tjera. Pra balancimi i mendjes duhet bëhet vetëm nga qëndërzimi të sfolurës. Yoga është biznes, nuk të evoluon. Thjesht është biznes. Rroba joge, sallon joge, sall joge. Është okay për të mbajtur trupin në formë, domethënë bëjmë gjatë ushtrimet e macës për shëndetin e diellit e këto. E kam logjiku këtë pjesë se kur shtrihemi, të gjitha çakrat drejtohen. Dhe një gjë tjetër, po bravo. Edhe kur kemi me bë, çakra e syrit tretë aktivizohet. E kam logjikisht këtë pjesë.
Absolutisht. Po syri i tretë ta ndërrojnë ato domethënë sepse domethënë nuk kanë është pak dhe psikologjike kur ata thonë syri i tretë ose pastrojnë këto, ose këto është psikologjike, por nuk pastrojnë ndonjë gjë. Të paktën për mendimin tim. E kisha fjalën vetë kam bërë vetë yogat, i kam bërë vetë gjithë këto posturat, pozicionet e këtyreve. Është thjesht për të relaksuar për momentin, por nuk evolon edhe nuk pastron çakrat njerëz ke shans. Unë po them për qëndërzimin, domethënë i balancon çakrat. Qëndërzimi i balancon sepse pastron të parën, çakrën e parë, nëse ndjek këshillat apo jo. Zëri është diçka që zëri kur e qëndërson dhe thua të vërtetat, pra parimet e pastra, mantrat që kemi mësuar së bashku, zëri depërton të gjitha çakrat. Zëri tingulli depërton të 5 elementet e natyrës, të gjitha çakrat e tua, që janë të I pastron, prandaj bëhemi më mirë, shërohemi, sistemi imunitetit rritet, po pastron avash të gjitha. Kështu është, o të gjitha o asnjërin. Kurse këto yoga dhe këto, do hapim syrin e tretë. Rena me bisht. Unë për veti qysh të kam fillu këto meditimin, as 20 vjeç që s'kam kanë ma mirë me shnet afër ditë. Hajde Shkodra! Shkodër? Sinqerisht po tham. Po, dhe unë për shembull kam patur bërja yoga plot sa duash, isha elastike kështu për të fluturuar biles. Por kisha dhimbje koke shumë, për shembull, kam patur dhimbje kokë se unë inxhiniere. Sëmundje trodhe çfarë këto gjërat, e kisha të vazhdueshme edhe pse bëja yoga, por kur kam filluar meditimin lotososh, unë s'mbaj më dhimbje koke. Këto janë dikur. Unë faktikisht kam qenë me spoliatroz. Po. Me hernie diskale. Sot, unë nuk di se çfarë është marrja mend, që i themi në gjuhën popullore. Ka 5 vjet me mua, okay? Nuk më merren më mend, dhe fëmijëve të mi po. Dhe kur ju domethënë, ngelen me gojë mbyllur. Se ky është aktivitet, është një aktivitet që ti do ta bësh disiplinë të përditshme. Po, është disiplinë, qëndërzimi është disiplinë, apo edhe është e vazhdueshme, sepse ti mund të bësh qëndërzimin duke gatuar, kur je duke bërë veprime të tjera. Pra nuk është se yoga dhe këto 1 orë gjysmore, është je tërkohë qëndërzuar. Dhe pra kështu ishte edhe në epokën e artë. Do ta shikosh të realizuar ndryshimin që pson. Po, dhe ata që janë me veshën e mesëm, ju asiguroj që s'do keni më vesh të mesëm, absolutisht, ose që ju përzjehet her pas here, ose ju që s'merrni dot frym, testojni veten deri ku e çoni frymën tuaj për shembull, dhe tani aktualisht mund të merrni frym deri te gryka, ose kur nxirrni anë nuk e nxirrni dot deri te çakra e parë. Pra janë shumë gjëra që do të ndryshojnë. Okej, super, bukur. Kush ka pyetje tjetër nga grupi shtatanikëve dhe drejtësia? Marsi, pastaj goca Jona, apo jo? Pastaj, okay, Marsi? Mama Kuken. Atëherë, për veten time nuk e kam problem fare të bëhem vegetariane, sepse jam në infante e mishit, por që jam e detyruar të gatuaj. Po, të shtëpis, po. Është më kap. Tani tjerëve do t'japës ke çfarë të bëj, se do të sulen gjithë shtëpisë. Avash, kur e shikojnë që ti je vegetariane dhe ti nuk e han për vete dhe ti përmirësohesh, ashtu do fillojnë dhe ata të tjerët. Sidomos burim, por të bërë dish ai nuk e quhen që ke gatuar. Dus që e di moj, po. Këmi vogël më ka dalë që kanë mik dhe doktoresha tha që t'i japësh mish. I tash kush jam unë që ato janë, nuk kam doktoresha, ato janë kompetente. Anemik dhe gjaku dhe këto përmirësohet, ke repat kuqe mund t'i bësh për ditë, repat kuq. Mund t'ja bësh lëng për ditë, api për ditë, ka mënyra të ndryshme, nuk është mishin që në shton anemik, ne përmirëson. Ka mënyra të ndryshme për të rregulluar nga zarzavatet edhe nga dritrat e nga gjithë gjëra. Më beson. Tani burrit jepi mish të zëri bash tash. Të paktën mos e ha vet.
Ai leta pastaj do vi një kohë që ty domethënë do I thuash, hajde, ha fatiko çaj bëre burri ti, që tante mish. Okej? Domethënë, shiko, avash ndryshojnë të familjarët, sepse plus dhe gjërat që do vinë tani, do bëjnë njerëzit, më beso brezi I ri, të gjithë do jenë vegetarian. Nuk lejohet më në tokë kështu gjërash. Afërdita. Dëgjoj pak fatikon një sekondë. Tali që ngrënia e mishit është kundër ligjeve të natyrës dhe të hyjnisë, sa dola nga dhoma, gjëja e parë shkova te frigoriferi. Pjesën që kishte ngelur të mishit, ua kam hedhur maceve dhe menjëherë ju thash burrit, vajzës, djalit, nga mua, më nuk do hani mish dhe nuk do bleni, në qoftë se doni të hani, do hani jashtë shtëpie. Restoran. Në shtëpinë time unë kam gatuar. Lëre të gatuaj vetë, në qoftë se do të haj. Po burrit haj, po kalamajt avash të pastroj edhe ato. Unë edhe Ariani kanë mish këto. Faltapoj një herë. Me njëherë jam unë ka lindur vegetarian biles. Unë u përmirësova më shpejt, nuk pata probleme. Avash vetë shtëpis, po. Njerëzit kur unë jam e ftuar dhe han njerëzit mish për shembull dhe unë thjesht I them diçka për mishin atyre në çastin I vështirët. Ursulen pastaj. Po dhe unë për shembull e ftojmë në ftesa dhe familjare biles, ftojnë dhe ata han mish dhe ato e dinë që unë nuk han mish, pjesën time e kanë pa mish, gjithë. Jo, ata që do ta mish, bën çfarë duan. Në kështu se na e shpife, po unë atë dua që t'ju shpifet. Mi nuk do të mbajmë sipër gjithë njerëzit, okay? Të paktën juve që bëni qëndërzimin, ato rregullo për vete, pastaj edhe të tjerët vibracionet I lëshon, sido që të jetë. E prek vetdia e burrit apo e gruas që han mish, do ta preki në vetdi, edhe pse nuk e thot. Ta kesh sigurt. Po, e prek I 100%. Po. Je muted dhe nuk të dëgjoj, po? Nuk të dëgjoj. Tani po. Faleminderit, mirënjohje. Kam lexuar edhe librin tuaj, e kam shumë dituri. Kënaqësi. Që është mirënjohje për të gjithë dituri që përndan. Normalisht e ndjej shumë përmirësimin dhe sa që gjej mundësi mundohem që të bëj meditimin në natyrë, të them këto mantra, po ka shumë ditë për shembull që ndjehem shumë mirë, po ka dhe ditë tjera që I harroj të pjesë dhe sikur jam pa energji, domethënë nga telefoni, nga gjithë rutina jonë, edhe bëhet pyesja, ka një mënyrë ose një shortcut si thua, si t'jeme pak të disciplinuar, Pyetje shumë e mirë. Atëre më e mira është kur ti nuk I mban mend mantrat, nuk e di çfarë thuash, dhe je në një situatë që ke shumë gjëra të shqetësojnë mendimet e tjera nuk e qet, atëre merr vetëm një mantra, vetëm një, përqendrohem te qendra ime, për shembull, unë dua të mirë në vetes, apo një që më mban mend më mirë, një do e mbash mend. Atë përsëritet gjithë kohën. Edhe nuk ke nevojë ta thuash me zë të lartë që mos dëgjojnë të tjerët, si përshpëritje. Përqendrohem te qendra ime. Thjesht ta thuash dhe të lëvizësh pak gorën, do dali pak fillima të paktën si përshpëritje. Automatikisht je duke medituar, kështu që do të rregullohet prapë, do të vijë ajo frekuenca e mirë. Sepse po e thret ti vet, edhe kjo është një mënyrë që vlen të mund ta thuash kur duash, gjithandej. Kur han bukë, kur je duke gatuar. Cila është lidhja me manifestimet, domethënë me meditimin, pra ai manifestimet të dëmshme, pra janë kundra meditimit, si thua janë dy linja të ndryshme apo manifestimet? Po, manifestimet për shembull dëshirat që ti që mendon që ose planet si thua. Dëshirat që ke nuk gjithë dëshirat që janë të mira nuk janë të këqija.
Në qoftë se ke dëshira, çdo njeri ka dëshira, po kjo nuk do thotë që ti i manifeston. Kupton? Që të manifestojmë neve gjëra, për shembull do të kesh një jetë mirë, do të kesh, ku diun, do të plotësohet kjo dëshira apo kjo, atëherë ti duhet punosh me veten dhe ta rrisësh nivelin e shpirtit që vullneti yt i lirë të plotësohet. Kur ti evolon, atëherë ti manifeston dhe gjëra në jetë, sepse planetët punojnë më mirë për ty. Planetët ta japin rrethanat, jetën, gjërat. Për shembull, më shumë pyetja ime ishte në raport me këto meditime të tjera që sapo. Po. Meditimet e tjera thonë ti journaling me manifestime për të shkruar. Ato pastaj janë pralla me vet, sepse nëse ti ke manifestim, do të manifestosh diçka dhe thjesht thua unë dua më shumë lek, para. Ajo nuk është mantra dhe nuk është manifestim, ajo është kot. Është çështje, nuk i këshilloj. Kurse tjetër kur ti thua unë dua të mirë në vetes dhe dua të punoj për këtë gjë. Atëherë thot universi, okay, ti do të punosh, po më shumë, sigurisht mantrat nuk është vetëm unë dua, kam edhe thjesht përsëritja e mantrave, të gjithë parimet e pastra, asnjë qenie nuk mund të pushton një qenie tjetër, lavdërimi ndaj natyrës, atëherë ti fiton një forcë, dhe atëherë sipas natyrës mund të manifestosh. Po këto meditimet që bëjnë tani, ligji i tërheqjes ose këto janë mashtrime për mendimin tim. E kam thënë plot herë. Atë njerëzit sot çfarë thonë? Njerëzit nuk kanë përgjegjësi, nuk këto për lek ose për seanca, për meditime, çfarë bëhet sot? Është luftë e madhe. Unë nuk e këshilloj dhe është gabim. Dhe në fakt krijon karma të keqe kur thua unë dua të manifestoj këtë dhe do të manifestohet sepse do ti për momentin. Ti dëshirat ndryshojnë. Një ke tani, pas 5 vjetësh ke dëshira tjera. Por kur ti thua mantrat të vërtetat pa kohë, ajo është e fuqishme. Këto tjerat janë pralla me mbret, për mendimin tim. Të bëjmë një pyetje tjetër, të lutem? Nuk ka shumë të bëjmë me temat që kemi trajtuar, por thjesht jam kurioze. Nuk e di nëse ke dëgjuar, nuk duhet parajgjykoj, nëse ke dëgjuar për vetin që kanë disa njerëz që flavorans, që është të parit në, për shembull, unë ndodhem tani këtu, e zë, nuk të kam me kamera aty, po jam duke të parë çfarë je duke bërë. Më kupton çfarë veti është? Që mund ta shikosh tjetrin çfarë po bën? Mund ta shikosh çfarë po bën. Po, ke kanale të hapur edhe të themi me njerëz. Po. Cila është pyetja? Është thjesht, po kjo është thjesht një dhëmti që ti mund ta kesh. Nga LPSH-ja, qendrëzimi që mund të kesh bërë në jetët e kaluara, është diçka. Por nëse ti e përdor për shembull, nuk po them për ty, për dikush tjetër, e përdor për interesin e vet ose për diçka tjetër, atëherë harxhon ti këtë energji dhe energjia jote e mirë mbarohet shumë shpejt. Do të punon shumë, do të shta shumë jetë për këtë. Pra, nga fillimi. Domethënë, nuk është se unë jam mjeshtre në këtë gjë, më vjen natyrshëm. Nuk është se unë e zotroj si aftësi. Domethënë, në moment caktuar që jam duke bërë diçka, shoh dikë tjetër çfarë është duke bërë. Dhe më ka ndodhur me shumë persona që normalisht kanë energji të pastë. Është thjesht një dhëmti. Të paktën të jetë vibrim si unë, më kupton. Po, është një dhëmti, është një dhëmti, si më thënë. Është një që ke. Me të drejtën në momentet kur jam trembur, se është pak e frikshme të shikosh çfarë duke bërë dikush tjetër dhe po që ti. Po, por unë mendoj që ti mund ta kontrollosh këtë gjë, sido që të jetë. Për shembull, mund ta nuk dëshiron ta vazhdosh. Mund ta ke ti në dorë. Më ka ndodhur edhe diçka tjetër që ti, ne? Po, më çfarë ka ndodhur? Veti paranormale të emrit. Po, pra, po, ose intuita të fuqishme. Po, intuita, të tipit që ka momente të caktuara në cilin nuk mund kontrolloj mendjen e dikujt. Të tipit personi tjetër që kam përballë, do thot absolutisht gjërat që unë them në mendjen time. Okej. Nuk e kam dorë, këtë e kam thënë. Po mirë, Lëri, sa më shumë tjetër mundur. Mos përpiqu ti se mund të ketë dhe qenie të tjera që ndikojnë këto gjëra që ti të bësh këto gjëra, e kupton? Jo, këtë se kam bërë, me thonë drejtën vetëm herën e parë që e dija se mund ta bëja,
Por në mënyrë time, një fjali që mund ta thoshte personi përballë, po u tromba shumë tash këto gjëra nuk i bëri, se nuk ndërhyjnë çelin e dikujt tjetër. Po, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër, e kujton? Jo, nuk kam vullneti ta bëj, nuk dua ta bëj, më kupton, domethënë. Shumë mirë. Nëse i ke këto gjëra, mund të kesh në një planet që të mbizotron ketu ose këto gjëra tani, dhe thjesht ta jep këto mundësi. Po është në një periudhë, zgjat me periudha. Thjesht përpiqu të mbash balancën e vetes, çdo gjë do shkojë mirë. Përsërit mantra. Thjesht un kam qenë vegane para 2 vjetësh dhe un pata shumë probleme me ushqimin. Domethënë mos solli smundje dhe mua kjo pjesa e ushqimit më ka trembur se kam qenë rreth 2 vite të sasur. Domethënë nga veganizmi, se më solli smundje të tjera. Edhe kam çik merak të pjesën e ushqimit. Po unë shumë mirë bëre pyetje sepse unë nuk e këshilloj veganizmin, por vegetarizmin. Vegetarizmi, veganizmi janë të ndryshme. Domethënë ideja që mua mishi më bëri anemike, domethënë lënia e mishit sonë lash. Po. Asnjë lloj mishi nuk kam konsumuar. Po prandaj kur bëjmë vegetarian do të dimë çfarë duhet ham. Do të kemi lloj. Nuk e di ku mund të kemi një gëzuar se unë kam shumë merak të pjesën e ushqimit. Po pra ja, prandaj po i sillim Lotus Ocean Foods në Tiranë që të zhdaplojnë njerëzit duke ngrënë ushqime vegetariane. Sepse shiko, ushqimet vegetariane po duhet të shpëti për shembull grafika e ushqimit. Po pastaj ajo vjen dhe në mënyrë vet, por njerëzit nuk dinë të hanë, shkurt muhabeti. Prandaj duhet mësojmë nga një një ushqim, domethënë të ndjek një dietë jo të duhur, më kupton se e kam parë vetëm. Është problem jo për ty, por për gjithë njerëzit. Okej, domethënë do të mësojmë nga ushqimet e atyre që kanë 5000 vite që janë vegetarianë. Pra ushqimet që sjellim tani ose që do mësojmë të paktën Lotus Ocean Foods. Do një libër në çfarkullim? Libra ke sa dush, por puna është që do të jemi praktik. Jo, nuk kam bërë libër. Kur ta bëj do ta tregoj. Afërdita kur fillon qëndërzimin i heq to shqetësime dhe unë i kam pasur, kështu që mos u shqetëso, thjesht qëndërzohu. Po shumë qëndërzim do të vi vet. Edhe ushqime edhe iderat në ushqime do të vinë më të mira. Po, kemi mbaruar? Kemi bërë gjithë pyetjet? Jo. Kush nuk ka bërë ta ngrej dorën, ai që s'ka bërë pyetje? Ja të çu tash i orë dorë ka Afërdit. Fieli nuk quhesh. Fieli nuk quhesh Kodra, se ti ke ardhur shumë herë. Do të kemi të avancuar. Po, si emrin në WhatsApp-i po? Anelida. Po. Thjesht doja të falenderoja dhe mirënjohje. Dhe po mbi bateria telefonit. Kështu që do jem përsëri te grupi avancuar. Po më shkruaj në privat, Afërdita më vendos te grupi avancuar ose kështu. Kënaqësi. Natën e mirë. Po motra gjerman, që është në Gjermani apo jo? Po, je muted. Ma bëj pyetjen. Po ty. Po je muted ti që nuk të dëgjoj, je muted, kujdes. Jo, thuaj motrës që je muted, nuk të dëgjojmë. Nuk të dëgjoj fare, prandaj. Hape zërin tek ajo. Konës. Po vë thuj kënaj kalanoni aty të shtëpi. Okej, nuk e dëgjoj, nuk e dëgjoj. Rregulloj zërin dhe pastaj. Po ma bëj me bluzë të zezë? Harrova emrin. Po. Afërdita, ëndrat që i paraprin situatave pas që shi ke po në ëndër, a shpjegohen ato në vedien, në ato vedike? Ashtu si tha, edhe ëndrat ka simbole dhe gjëra. Nëse di të interpretosh, ka njerëz që din të interpretojnë. Po dhe ato duhet të kenë sigurisht shumë diturik. Ëndrat ka lloje të ndryshme ëndrash. Kanë paramëruese. Mund ndodh që isha ëndrat para praktikisht dhe krejt kësaj kanë pa në ëndër ndodh. Po, ndodh. Okay. Jo po, domethënë po, frekuencat e tua sikur janë çik më mirë dhe ke intuitën si më thënë më të fortë dhe manifestojnë. Domethënë e shikon pak më përpara në ëndër. Ndodh. Okay. Faleminderit. Po? Dita, mund të bëj një pyetje? Po? Dua
hyj prapë në grupin fillestar. Se është ora që unë punoj, atla vetëm... Okej, pa merak. Jo, dhe dua të hyj që të mësoj akoma më shumë. Po, pa tjetër, ja tani kam hapur një grup të ri unë, më kismet, edhe po më shkruaj se unë nuk I mbaj më kush tha, nuk... Do të shkruaj në WhatsApp. Po, mirë. Faleminderit. Tjetër do ja. Si? Mund të pyet? Ha. Nuk jetoj në Shqipëri, edhe problemi është se kam 4 muaj që nuk kam sin, kam 35 punë. Ndihje përmirësime, atla si mund të lidhemi me gjatë, si mund të betuar, për të mund jetoj në tim. Po ja pra, do të shohësh atë videon që kam bërë me ushqimet. Do t'i shikoni. Thjerëzat, fasule, drithra, gjithë shkurt muhabeti, gjithë gjellat që bëjmë, përpara thjesht heq mishin. Orizin. Pa ti kohë në kujt çipse. Orizin, mos e harroni për ditë. Për ditë, sidomos orizi si është ushqim hënor. Pak, oriz duhet patjetër. Pra balanci I ushqimit diellor dhe hënor është shumë e rëndësishme, për ditë duhet ta keni parasysh. Po? Qa lidhje luaj? Si Arta? Qarë? Nuk të dëgjoj fare. Nuk e dëgjoj. Vjen në interneti. A ka ndaj pyetje tjetër sepse apo do fleni me mua sot? Je mute thuj motrës, je mute, nuk të dëgjoj. Po, ke një ikon aty që është araz tjetër. Okej, Zoomi, jemi të gjithë të qartë, juve që jeni në Zoom, besoj jemi të qartë, I kemi gjithë gjërat të qarta, atëherë mirë. Eli është Shkodër po hamaj. Eli, haj. Shkodra. Po? Deshta me thënë një gabimisht kam hangër peshk I hera. Pa dashje. Hajtë të ka dalë besoj tani. E kam marrë vesh mos e kam hangër. Ka problem, kur nuk e di nuk quhet. Ka më keqe. Po kam më shumë, kur kam është kanë si I peshk ton I përzim sallatë si sallatë ruse diçka kështu. Kam hangër 2 luke edhe kam nisë kam ashtu kur kam pyet se më punën dhërat. A kupton kur më thonin që ka peshk mrend, kam kanë të vrarë. Kush ka mashtruar ti? Ti the? Kush ka mashtruar kështu me peshkun ty? Po të mashtrojnë me njerëzit që ke mashtruar se ta dush xhiro. Okej, s'ka problem, kur nuk e di, s'kemi çfarë të bëjmë. Okej, tjetër, ka ndonjë pyetje? Jemi të qartë? Ëmbëlsat çfarë luajnë me Edhe diçka tjetër apo di. Nëse më lejon. Jeni interneti Arta shumë duket dhe nuk të vetëm më fjalën ëmbëlsirë më duket e dëgjova. Po, çfarë ndikon në organizmin ton, thotë, ëmbëlsira çfarë ndikon në organizmin ton? Si ndikojnë në ëmbëlsirën në organizmin ton? Tani e çik gjë tomël do hajmë pak zbuka, apo jo? Frutat janë gjëra të ëmbla më mirë, sigurisht tani varet. Po? Po Eli, ha? Përse të më thanë edhe qysh të kam mjek dietën vedike, s'kam probleme hiq ma me sistemin tretjes, me ushqimet. Është përmirësuar elementit zjarr. Jam në top. Mashallah. Duket. Ëmbëlsira thjesht kanë edhe ato pak zjarr, për shembull të ndihmojnë në tretjen e ushqimit, por nuk po them të hajmë torta e kodion. Futja sheqerit, kështu domethënë thjesht haj gjëra të ëmbla që janë nga natyra. Për shembull, në fakt unë këtu përdor një sheqer që është indian nga pema ose për ndonjëherë çaj apo ndonjë gjë të ëmbël. Tani gjitha ushqimet pak a shumë në balancë, okay? Mirë, kalofshi bukur atë të gjithë së bashku për qafimin. Një njohje për ditë.
Bën gjitha Natën e mirë gjithë. Nego, kënaqësi. Atëherë shihemi në seancën të ardhshme me kismet. Nëse mbrëma bashkë. Sa e frymzuar që je. Për qafime. Kalofshi